Një koment për këto. Sigurimi i kalimit në play-off, në fazën e play-offit në një botror është një arritje shumë e madhe për futbollin tonë, biles më e madhe do të thosha. Dhe në këtë ndeshje para Anglisë ishin paktën të çliruar nga ana emocionale, nga presioni që kishte skuadra. Dhe nga ajo çka krijohet rreth një ekipit kombëtar. Vlerat maksimale dhe shtoja stafit, ekipit, gjithë protagonistëve, po pse jo dhe të gjithë ato që kanë mbështetur këtë kombëtare dhe kanë besuar tek e kombëtare. Dhe besoj që kanë dhënë maksimumin në hedhjen e shortit të grupit K, ku merrnin pjesë të 4 skuadrat. Në fillim gjithmonë nga që kundërshtari jon direkt ishte Serbia, sepse Anglia tashmë dihet forca e Anglisë, jo pa më dyshje mbylli grupin me 24 pikë plota dhe pa psuar gol, ka vënë rekord besoj nga gjithë skuadrat që janë në eliminatorët e këtij të kualifikuesat e një botrori. E do të thosha ka dhënë maksimumin dhe të atëherë ne gjithë shpresonim dhe besonim që të paktën tek Serbia do kishim kundërshtarin direkt. Besonim të një rezultat pozitiv, sidomos në Shqipëri dhe të bënim më të mirën atje. Ndodhi e kundërta, megjithatë do të thosha që kemi arritur maksimumin me një skuadër e cila është gjatë gjithë kohës në rritje do të thosha. Dhe nga Europiani 2024 është një skuadër akoma pak më e formuar, më e pjekur,